Mirëmbrëma të dashur miq, edhe pse është e diel, përsëri përpiqemi që ti mbajmë premtimet që kemi dhënë. Dhe sot kemi një takim ndryshe nga herët e tjera. Ne e nisëm pak edhe të premten kur po e shpjegonim se do të flasim për një temë e cila na prek të gjithëve. Sigurisht në një orë për veten ne kemi prekur tema të ndryshme që jo domosdoshmërisht kanë lidhje me nutricionin, por ka lidhje me të tjera diskutime apo çështje të cilat ndoshta ne personalisht mund të mos na prekin, por ka të tjerë që po. Sot do të flasim për genet tona. Gjithmonë i referohemi fjalës e kemi prej genit shëndetin, i ngjan tjatit për këtë veprim, i ngjan fisit të mamës për këtë sëmundje kështu me radhë. Po a është në fakt kështu? Pra a është fati jon i shkruar në gene apo jemi ne ata që edhe mund ta ndryshojmë qoftë se i takon problemeve shëndetësore dhe mënyrës se si ne jetojmë, apo qoftë edhe mënyrës se si sillemi, si reagojmë e të tjera me radhë. Kështu që sot do të flasim pikërisht për thelbin ton, për të brendshmën ton, për atë që ne nuk e shohim, por që në fakt na drejton. Edhe pse kohëve të fundit shkenca ka treguar që është jemi dhe ne që e drejtojmë atë dhe mund të ndesim apo të fikim gene të caktuara të cilat varen nga mënyra se si jetojmë, perceptojmë, ushqehemi, bëjmë stil jetese e kështu me radhë. Sot kam nderin të kem të ftuar doktoresh Dorina Ibi, unë do ta quaj një shkencëtare e cila merret realisht me gjenetikën, merret me sëmundjet kardiometabolike, por për më shumë se sa kaq do të na flas vet ajo. Unë po përpiqem ta ftoj edhe një herë në kaluar sa pranoje, në të kundërt më shkruaj që të kuptoj se çfarë ka ndodhur. Pra, le ta themi që jemi sot duke zbuluar një mister, ndër në pyetjen që zakonisht bëjmë. Pra, a është geni ai që na drejton apo jemi ne që drejtojmë genet tona? Dhe kështu, atëherë më ka bërë doktoresha një request. Okej, po e pranoj, uroj që të lidhemi. Do të flasim sot edhe për analizat genetike, do të flasim po ashtu edhe për kujdesin që duhet të kemi para një shtatzanie, do të flasim edhe për çfarë është në fakt epigenetika, ç'është kjo mënyra e re e të bërit të shkencës në formë të tillë që të mund të ndryshojmë edhe genet tona dhe sa në fakt ka fuqi një individ të ndryshojë genet. Doktoresha, jemi okay? Atëherë po ju a bëj unë ftesën, në të kundërt do veproni juve në mënyrë që të mos bëjmë të dyja njëkohësisht të njëjtin veprim. Okej, super. Më në fund. Nuk të dëgjoj? Jo. Unë jo, të paktën nuk e di njerëzit që janë në live a na dëgjojnë. Jo. Jo. Unë nuk e dëgjoj, unë nuk të dëgjoj fare. Po tani? Provoj dhe tani po, është okay. Okej, ka pasur ndoshta fare mikrofoni. Okej, po e provoj pa mikrofon. Okej, më në fund. Më në fund, po, u deq një ditë si kjo, ku në gjithë Shqipërinë bëhen zgjedhjet, por edhe ne kemi një çështje shumë të rëndësishme për ta zgjidhur dhe duhet të zgjedhim ndërmjet a janë genet fati jon apo ne shkruajmë fatin ton. Unë do doja së pari, pak të kështu e kam dhe nga praktikat me live-et e tjera, që duhet të prezantohesh vetë. Zakonisht kur bëjmë pyetjen kush je, ne kemi të vështirë të përgjigjemi. Edhe nëse duam të prezantojmë veten, vërtet mbetet një situatë e vështirë. Kështu që po ju aloj juve ta le të themi prezantoni veten tuaj ashtu siç do doni. Atëherë ashtu si vetë më përmendë pak më përpara gjatë një prezantimi që dëgjova. Unë kam qenë studiuar jashtë shtetit vitet e fundit. Merrem me studime shkencore, në fokusuar tek gjenetika, por jo vetëm.
pavarësisht se fokusi kryesor ka qenë gjenetika, sepse ka qenë edhe fokusi i temës time të doktoraturës. Jam larguar nga Shqipëria shumë vite më përpara, 15 vjet më përpara, kur kam studiuar në Amerikë fillimisht për studimet e bachelorit, më pas kam bërë masterin në Amsterdam për shkencat e shëndetit dhe ushqimin, dhe më pas doktoraturën prapë në Holland për sëmundjet e zemrës të lidhura me faktorët gjenetik. Vitet e fundit jam marrë me postdoktoraturën, me disa studime që faktikisht nuk kanë përfshirë shumë gjenetikën, më shumë kanë të bëjnë me faktorët e tjerë të jashtëm, që gjithashtu janë shumë të rëndësishëm dhe që, siç do diskutojmë edhe më vonë, ndikojnë edhe me faktorët e tjerë të gjenetikës. Fokusi më shumë ka qenë tek shëndeti në qytetet e mëdha urbane, që mendoj është zbulimet janë shumë të vlefshme edhe për Tiranën, që është një qytet me goxha gjallëri, me një popullat të lartë dhe me një trafik gjithashtu shumë të rënduar. Dhe për momentin jam kthyer në Shqipëri. Nuk jam akoma e angazhuar plotësisht, por do doja që të filloja diçka këtu, por gjithsesi është akoma në fillim. E kuptoj. Mirë, le të futemi pak brenda në temë. Nëse ne do ta përkufizonim fatin si diçka që realisht mund ta kontrollojmë. A ka vlerë fjala, në fakt e kemi fatin të shkruar në gene? Unë mendoj që genet janë si një pako gjenetike që faktikisht janë fat, sepse nuk është se ne mund t'i kontrollojmë, thjesht i trashëgojmë dhe nuk është se kemi shumë kontroll për të vendosur cilat gjene apo jo ne mund të marrim. Por nuk do thoya që janë fati ynë përfundimtar për sa i përket mënyrës të të menduarit që ne kemi, të sjelljen tonë, qoftë për dispozitat për shëndetin, për sëmundje të caktuara, sepse pavarësisht se gjenetika luan një rol shumë të rëndësishëm, që për mua është thelbësor, faktorët e tjerë të jashtëm, çdo faktor tjetër që nuk është gjenetik, që nga ajri që ne thithim dhe deri tek ushqimi, stili i jetesës, gjumi, faktorët e tjerë social janë faktorë që gjithashtu ndikojnë dhe japin atë formën përfundimtare të themi asaj çka ne jemi, duke përfshirë jo vetëm shëndetin, por edhe aspektet të tjera, duke filluar që nga pamja fizike. Gjithsesi, normalisht faktori gjenetik ndryshon për tipare të caktuara, sepse është më i fortë dhe ka peshë më të madhe për sa i përket disa aspekteve fizike dhe për sa i përket sëmundjeve të tjera që janë më multifaktoriale, pastaj fillon dhe rëndësia të zvogëlohet, por dhe kjo varet në varësi të sëmundjeve. Por që për ta përmbledhur pyetjen, është fat se çfarë pako gjenetike ne marrim, sepse varet nga kombinimi që është i çfarëdoshëm gjatë bashkimit të gametëve, por nuk është fati ynë përfundimtar. Në anglisht është një shprehje që faktikisht mua nuk është se më pëlqen shumë kur e përkthej shqip, që thotë që the genetics loads the gun, the environment and lifestyle pulls the trigger, domethënë që armën e mbushin gjenet dhe gjenetika, por në qoftë se nuk e tërheq shkemzën, asnjë gjë nuk ndodh. Kështu që kështu do ta përcaktojmë unë. Po, okay, sa përqind është, le të themi, një sëmundje? Sa përqind ka pjesë të geneve të veta dhe sa përqind mund të varet ecuria e saj nga mënyra se si ne sillemi me stilin tonë të jetesës? Në fakt, mua nuk pëlqen shumë që t'i vendos një përqindje të caktuar, sepse ndryshon për individin, ndryshon edhe për një sëmundje të caktuar. Domethënë ka sëmundje që janë monogenetike, që kanë ndikimin më të madh nga një gen i vetëm dhe normalisht që aty mund të themi që nuk e di 80-90% është gjenetike, por për sëmundje të tjera, siç është diabeti tipi 2 apo sëmundje kardiovaskulare, kanceri, janë sëmundje multifaktoriale dhe është e vështirë për të përcaktuar një përqindje, sepse varet në çfarë gene të caktuara ka trashëguar individi dhe varet gjithashtu dhe se sa të fortë janë edhe faktorët e tjerë të jashtëm që ndikojnë dhe ka gjithashtu një ndikim, një ndërveprim të gjeneve dhe të faktorëve të tjerë dhe është e vështirë që të përcaktohet se sa përqind vjen nga ky ndërveprim. Shpeshherë ka pasur shumë debate dhe ose diskutime edhe brenda komunitetit shkencor, që disa thonë është 50% nature që është gjenetika dhe 50% të faktorëve të tjerë që janë të jashtëm, por varion. Për shembull, një shembull i thjeshtë për sa i përket peshës së trupit, ka një faktori trashëgues është deri në 70%.
pavarësisht se mendohet që ne kemi në dorë mënyrën se si ushqemi dhe për të kontrolluar peshën tonë, pra trashëgimia është shumë e lartë për sa i përket peshës së trupit, pak më e ulët se gjatësia. Dhe për sa i përket për shembull kancerit të gjirit, trashëgimia ose faktori trashëgues është thjesht 10%. Kështu që varion sipas tiparit, nëse do të quaj edhe sëmundje tipare. Me që se e prekëm pak edhe është një ndër problemet që është përhapur edhe në moshat të reja edhe nuk ka më asë një gjini çështja e kancerit. A ekziston vërtet ky geni i kancerit apo geni i diabetit apo obezitetit? Okej, për obezitetin deri diku e prekëm pak, po apo situata është diçka më ndërlikuar se sa kaq, sepse shohim shpesh ose dëgjojmë shpesh që e ka genetike se për shembull nga fisit jashtë i ka ndodhur kjo. Pavarësisht llojit të sëmundjes së kancerit apo organit që është prekur, përgjithsisht që dëgjojmë të thuhet që ka genin e kancerit. Pra gjithmonë po flasim në terma më popullor, jo shumë shkencor për të na kuptuar të gjithë. Unë fakt nuk është se nuk është se kam studiuar kancerin siç kam studiuar sëmundjet e tjera metabolike në veçanti, por e di që kanceri është gjithashtu një sëmundje multifaktoriale dhe nuk është se ka një gen të caktuar apo dy gene të caktuara që vendosin, pavarësisht se ka shumë keq kuptime për sa i përket sëmundjes së kancerit, sepse shumë ndryshime që ndodhin në materialin gjenetik, pavarësisht se nuk janë tek gametët që trashëgohen, ndodh gjatë replikimit të qelizave dhe thjesht përfshirja e fjalës ADN na bën të mendojmë që janë të trashëgueshme apo njëjtja e gjeneve të për shembull të kancerit të gjirit. Por faktikisht përqindja, ajo që ndodh me gjenetikën është që varet se çfarë variacioni gjenetik ke trashëguar. Nëse ti trashëgon një mutacion, mutacionet janë variacione në sekuencën e ADN-s të cilat ndodhin në një përqindje të popullsisë më të vogël, pra ndodhin me një frekuencë shumë të ulët, por efekti është më i madh. Dhe nëse ke trashëguar mutacionet për shembull të genit brëca 1 dhe brëca 2 i kancerit të gjirit, atëherë rritet normalisht dhe rreziku deri në 70%, 50-70% për të zhvilluar të sëmundje. Por gjithsesi ndikimi pastaj apo favorizimi bashkë me faktorët e tjerë të jashtëm krijon ato kushtet e favorshme për që sëmundja të shfaqet, të themi, ose të shpërthejë, nuk di si sa. Ndërsa sa përket diabetit, një gen që ndikon gjithashtu edhe te pesha e trupit, normalisht se kam vendosur telefonin, gjithashtu është i lidhur edhe me diabetin, por diabeti tipi 2 të paktën është një sëmundje multifaktoriale që ndikohet nga shumë faktorë dhe është vjetre qartë me prevalencën e obezitetit dhe të diabetit në mbar botën që ky problem tashmë nuk është më gjenetik, por ka kaluar në një epidemi thjesht nga ndryshimi i stilit jetesës. Një pyetje që unë paktën e marr shpesh në klinikë është si ka mundësi që në parifisin tim ka predispozita gjenetike të forta për një sëmundje të caktuar apo qoftë edhe për peshën dhe personi X është totalisht i shëndetshëm, kur nuk ka mvojtur nga asnjë gjë, ka rritur kaq vite kështu me radhë, sikundër ndodh që nuk ka asnjë shans genetik për të pësuar problemin X apo Y, por një pjesë e breznisë mund të ndodhi që të preket. Çfarë ndodh në këtë rast? Domethënë, duket sikur ky individi e ka shkruar vetë fatin e tij dhe nuk e ka më në gene. Por ky individ i ka këto variacione gjenetike apo thjesht ka mundësinë për të trashëguar meqense është në fakt? Po këtë duhet të kuptojnë edhe njerëzit. Prandaj e bëj pyetjen kështu. Në fakt, ajo që ndodh jemi në kontekstin gjithmonë të sëmundjeve sot kronike jo të transmetueshme si diabeti, obeziteti, sindroma metabolike, kanceri, janë sëmundje multifaktoriale dhe përveç se të heqim pak faktorët e tjerë që janë të jashtëm, që futen në ekuacion, janë shumë gene që ndikojnë, domethënë nuk është se është një gen i vetëm. Dhe mund të ndodhë që mund të jenë trashëguar disa variacione nga disa gene, nga për shembull nana, por mund mos jenë trashëguar genet e tjera ose variacionet e tjera nga babai. Gjithashtu mund të jenë trashëguar nga njëri prind edhe variacione që janë mbrojtëse, sepse ka edhe variacione që ne na mbrojnë, ashtu siç ka edhe variacione që na predispozojnë ndaj sëmundjes. Dhe faktikisht këto sëmundje nuk janë sëmundje do të thoja që mund të përgjigjem një pyetje e kam, apo jo, po apo jo, se sa ndjekin një
një shpërndarje të themi, domethënë fillon nëse marrim një segment me dy skaje dhe mund të jetë nga njëri skaj te skaji tjetër, në varësi të sa variacioneve gjenetike ka trashëguar, fillon të rritet edhe rreziku. Pra janë kumulative. Efekti është i vogël, por shtohet gjithmonë me gene të ndryshme dhe mund të ndodhi që ne nuk i kemi trashëguar. Duken qartë ato sëmundje që janë pak a shumë të përcaktuara vetëm nga një gen dhe që pavarësisht se edhe mund të ndikojnë nga faktorët e tjerë të jashtëm, efekti më të madh ose atë që përcakton në fund të fundit e kanë këto gene. Ndërsa sëmundjet që ne flasim sot që janë bërë epidemi, fatmirësisht janë multifaktoriale që të paktën na lënë mundësinë për të ndryshuar disa faktorë. Epigenetika është futur si term edhe shumë e përdorin, edhe ndoshta ndonjëherë në mënyrë abuzive, po le ta sqaroj me fjalë të thjeshta dhe me një shembull konkret. Çfarë është epigenetika? Ti e preke pak më përpara kur the domethënë dizën apo fikjen gjenet tona dhe unë faktikisht është unë si shpëtoj dot personaliteti, dua të sillem ndonjëherë si intervistues i thjesht, po si shpëtoj dot. Ndaj dhe përdor terma. Faktikisht ajo është mënyra më e thjeshtë për ta përshkruar, domethënë tamam një çelës që fik apo ndes një gen të caktuar, sepse pavarësisht gjeneve që ne kemi, pavarësisht me sekuencës apo materialit gjenetik që ne kemi, jo të gjitha gjenet mund të shprehen. Dhe duhet që një gen të shprehet dhe pastaj varet se sa shprehet, a shprehet në të gjitha qelizat, në të gjitha organet e të tjera, që të rezultojë në një enzim, në një protein, pra në një funksion të caktuar. Dhe epigenetika, që faktikisht janë ndryshime kimike, bën që një gen të mos përkthehet, të mos shprehet, pra të mos kemi një funksion të caktuar, ose kundërta që ky gen të shprehet, domethënë të jetë. Dhe epigenetika faktikisht është arsyeja kryesore përse ne kemi organe të ndryshme, qeliza të ndryshme, sepse nëse nisemi nga njëti material gjenetik, i bie që çdo qelizë të jetë njësoj dhe në mos ketë diferencime ndaj funksioneve të caktuara. Është pikërisht epigenetika që i thot një geni apo një tjetri në cilën qelizë, në cilin organ të shprehet apo jo, që dhe na bën ne të jemi kaq kompleks, sepse përndryshe do të ishte çdo gjë e njëjtë. Nutrigenomika është një term që është ekuivalent i epigenetikës apo është diçka krejt ndryshe? Epigenetika apo genetika? Nutrigenomika. Tani ka mbas kompletimit të gjenomës, domethënë njeriut janë hapur shumë fusha ose shumë disiplina, studime që pak a shumë synojnë një personalizim të parandalimit dhe të trajtimit. Dhe normalisht që edhe nutricioni, ushqimi është shumë i rëndësishëm dhe është vënë fokusi tek ky nutricion i personalizuar, që në varësi të materialit gjenetik, të variacioneve gjenetike dhe ne të kemi mundësinë që të ushqemi në një mënyrë të personalizuar. Pavarësisht se të gjitha këto përpjekje, duke përfshirë dhe nutrigenomikën, nutrigenomics janë akoma në fillimet e tyre dhe pavarësisht duhet akoma shumë përpjekje për të dhënë fiks një dietë totalisht të personalizuar. Normalisht që disa gene që lidhen me intoleranca apo me prirje të tjera tashmë janë zbuluar dhe ka dhe këshilla domethënë të nutricionit që i përshtaten këtyre dietave, por prapë domethënë mendoj që akoma nuk jemi në atë fazë që të japim 100% domethënë trajtime apo parandalime të personalizuara. Dhe le të ndalemi pak tek intoleranca dhe nutrigenomika, se në emër të nutrigenomikës shumë njerëz drejtohen dhe me të drejtë, duke mos ditur ose duke dashur më shumë informacion mbi trupin e tyre, të rendin pas ekzaminimeve të tipit intolerancë apo testeve të tjera. Çfarë mendimi ndani për këtë? Unë faktikisht mendoj që edhe nëse nuk kryhet një test gjenetik, domethënë intoleranca nuk është shumë e vështirë edhe për të kuptuar, sepse mjafton që ti të konsumosh atë ushqim për të cilin nuk je tolerant dhe e kupton. Për shembull, intoleranca ndaj laktozës mund të kuptohet shumë thjesht me simptomat që ajo sjell, pavarësisht se edhe testi mund të jetë një konfirmim i intolerancës. Më shumë mendoja
do ishte do vishë kuptoj testi gjenetik për ndoshta efekte që nuk janë aq të lehta për të kuptuar me njëherë, apo simptoma që nuk shfaqen me njëherë. Për shembull pjesë që karakterizojnë edhe sindromën metabolike, nëse ushqime që janë më të pasura apo jo, me indeksi glicemike të tjera, apo duhet të konsumojmë një dietë më shumë me yndyrna apo një dietë më shumë me sheqerna. Këto pastaj janë pak më të komplikuara. Apo për sa i përket intolerancës ushqimore, mendoj që mund të bëhet një test gjenetik dhe nuk mendoj që do ishte shumë i vështirë, sepse thjesht në një mënyrë selektive do zgjidheshin ato gene që tashmë njihen për intolerancën. Megjithëse unë mendoj që ato mund edhe të kuptohen, duhet jemi pak më të vëmendshëm, sepse kjo është edhe një pjesë tjetër që lidhet edhe me gjenetikën, sepse duhet ta bëj testin, nuk duhet ta bëj testin. Dhe unë mendoj që ka disa efekte të gjenetikës që nëse jemi më të vëmendshëm ne mund t'i dallojmë edhe pa bërë testin, pavarësisht se kuptohet që se duam një test më të avancuar për të kuptuar edhe me gjë normalisht që testi gjenetik është i nevojshëm, por disa tendenca natyrore, sepse për mua të gjitha efektet e gjenetikës na çojnë tek tendencat apo prirjet natyrore, ne mund t'i kuptojmë nëse jemi pak më të vëmendshëm edhe ndaj trupit edhe përgjigjeve E që kemi. kuptoj. Mirë, pyetja ime tani do të jetë pak më drejt për drejt, lidhur me testet që të paktën në Shqipëri ofrohen me intolerancat ushqimore. Unë të paktën kam qenë para që e kam refuzuar, edhe kur më ka ardhur një pacient me një test të tillë në klinikë, e kam refuzuar në kuptimin që nuk e kam marrë për bazë, sepse për mua është shumë e rëndësishme që të bëhet antitrupi për një gjë të caktuar. Se më vjen çudi të shoh kur kemi intolerancë ndaj kastravecit, kungullit, majas apo ndaj ushqimeve të tjera që vetëm lidhje me intolerancën nuk kanë. Dhe në fakt pyetja ime ndoshta nuk ishte shumë e drejtë për drejtë, por kishte të bënte me këtë, sepse nuk kushtojnë pak dhe njerëzit në fakt edhe thash edhe një herë, dhe nga padituria, por ndonjëherë edhe nga dëshira për të kuptuar dhe për të mësuar më shumë mbi trupin e tyre shkojnë dhe i bëjnë. Sa të vlefshme janë këto teste dhe kush është një këshill që njerëzit të bëhen pak selektiv në zgjedhjet që bëjnë qoftë në ekzaminime, por qoftë edhe në njerëzit që duhet të dëgjojnë dhe arsyet pse ekziston ky test apo ky ekzaminim apo kjo dietë apo X. Se nga njëra anë këto dieta mbasi del ekzaminimi na heqin shumë grupe ushqimore dhe nga ana tjetër na ofrojnë suplemente për elementë që i mungojnë këtij ushqimi të caktuar, ose sikundër mund të ndodhi që janë intolerant nga ushqimet që thash nuk ka lidhje intoleranca, apo ushqime që ndoshta ndonjëherë në jetën e tyre nuk i kanë provuar dhe logjikisht që të krijohet një intolerancë minimumi, trupi do ta ketë provuar njësh të prodhojë një antitrup. Domethënë ka çudi në këtë gjë. Nuk është se un kam punuar veçanërisht që me fushën e nutrigjenomikës që të them që di fiks ato gjene që lidhen me ushqime të caktuara. Normalisht që por un personalisht, domethënë siç e shpjegova edhe më përpara, mendoj që këto intolerancat kryesore që janë, domethënë mund të kuptohen shumë lehtë edhe pa bërë një test gjenetik. Pastaj se sa për shembull preferenca që është pak edhe e lezetshme, domethënë ky fakt gjenetik ndaj, nuk e di si quhet shqip, koriandri në fakt. Po, koriandër është në vend të marganovit, po, koriandër është. Është një variacion gjenetik dhe kur merr domethënë edhe kur fillon edhe të studiosh domethënë epidemiologjin gjenetike, fillon me këto faktet që janë pak më të lezetshme, që nuk janë shumë të rënda dhe për shëndetin, dhe një nga këto është preferenca kuptohet për koriandrin, që nuk është një gjë me majdanozën, domethënë ka dhe egzagjerime, pastaj nuk e di për kastravecën, nuk kam dëgjuar ndonjëherë, që është gjenetike, nëse ti domethënë ka një marrëdhënie urrej apo e dashuroj koriandrin. Por nuk është se ka shumë rëndësi që unë ta di gjenetikisht, sepse mjafton që unë ta provoj, më pëlqen, nuk është se përveç faktit që është një fakt i lezetshëm që unë mund të mësoj, apo preferenca ndaj vaniljes apo çokoladës, që gjithashtu edhe kjo është e përcaktuar gjenetikisht, nuk është se ka ndonjë vlerë shumë të madhe, domethënë. Po, vlera këtu shitet, pra çmimi i kësaj gjëje shitet, por do dobësohesh nëse kupton çfarë ushqimesh toleron apo jo. Pra, absurdi është kjo. Po, e kuptoj. Për sa i përket dietës, unë mendoj që në përgjithësi një dietë e shëndetshme, duke përfshirë edhe dietën mesetare, se po kalojmë tani te dietologjia, është e shëndetshme për gjithë njerëzit. Kuptohet që një dietë që është shumë e ngarkuar edhe me karbohidrate nuk është se është mjaft e shëndetshme, por kjo nuk do të thotë që unë jam edhe pro dietave keto që eliminojnë kompletisht apo në një sasi shumë të reduktuar karbohidratet.
saktuar që duhet respektuar nga gjithë njerëzit, por për sa i përket dietës së personalizuar, përveç disa intolerancave kryesore që nuk është mund të bësh një test, por edhe mund t'i kuptosh vetë thash nga simptomat apo nga përgjigjja që trupi ka për të sëmundje. Ka disa qasje të personalizuara normalisht, siç mund të jenë tendencat e kolesterolit, sepse ka variacione gjenetike që rritin predispozitën për të pasur kolesterolin e keq të lartë dhe menaxhohen, domethënë kam një shembull konkret sepse i kam në familje, domethënë nga ana e mamit, menaxhohet shumë mirë nëpërmjet një diete të shëndetshme dhe gjithashtu aktivitetit fizik. Dhe dieta normalisht në këtë rast, nëse është një dietë mesdhetare dhe një dietë e shëndetshme, nuk është se është shumë ndryshe nga një individ tjetër që nuk ka predispozit për kolesterol, por gjithsesi do ketë vëmendje më të madhe tek disa ushqime më specifike apo individët që kanë predispozit edhe për të qenë më rezistent ndaj insulinës. Mund të kenë më pak tolerancë për karbohidrate më të larta. Në këtë lloj rastesh kur këto lidhen direkt pastaj edhe me sëmundjet kronike që sot janë epidemi, atëherë është e rëndësishme dhe ka qasje të personalizuara, por edhe unë mendoj që për sa i përket, sepse kam dëgjuar shumë edhe reklamime që bëhet dieta e personalizuar, edhe kam qenë kurioze fatikisht për të parë se çfarë gjenesh fiks përfshihen te ky testi, dhe thjesht janë shumë pak intoleranca ndaj laktozës, disa intoleranca të njohura dhe pastaj marketing, domethënë reklamimi është dietë e personalizuar, ndërkohë që për mua nuk është dietë e personalizuar, thjesht gjetja që je intolerant ndaj laktozës, për shembull, apo glutenit. Kështu që ka një element kuptohet edhe marketingu edhe te këto. Duke qenë që jemi, po themi, koshient që mënyra se si menaxhojmë stresin, se si konsumojmë ushqim, bëjmë aktivitet fizik, cilësia e gjumit e tjerë më radh, ndikon në jetën tonë, por edhe le ta themi në ADN-n tonë. Tani, sa mund të ndodhë, sa gjatë sa ka që nëse unë ushqehem mirë, fëmia im ushqehet mirë, brezat që do të vinë, do të jenë edhe më të shëndetshëm për sa i takon trashëgimisë së ADN-s. A ndodh pra që ADN-ja të bëhet më shëndetshme dhe mos ketë më sëmundje dhe mos pësoj mutacione të ndryshme për hir të këtij kujdesi që po zhvillojmë? Në përgjithësi, domethënë ADN-ja është stabil edhe ndryshime ndodhin ndryshime që ndodhin më shumë ndodhin gjatë replikimit të ADN-s, që edhe këto normalisht nuk është se janë shumë të shpeshta të rralla dhe më shumë ndikojnë nga faktorë si UV light, domethënë rrezet UV edhe ekspozimin ndaj rrezatimeve të tjera që janë disi më të fuqishme ose të rrezikshme, do thoja. Pavarësisht se ka ndryshime pastaj, jo te gjenetika te ADN-ja vetë, te sekuenca, se sa ndryshime te epigenetikës që ne folëm më përpara. Domethënë mënyra se si ne ushqemi, stili i jetesës, konsumimi domethënë i alkoolit dhe i cigares në veçanti, ndikon pastaj në ndryshimet epigenomës. Dhe ajo që ndodh është që unë kam pasur edhe vetë një studim që nuk se ka qenë direkt i lidhur me pirjen e cigares apo jo, se kishte të bënte më shumë me diabetin, me obezitetin, por gjithsesi duke pasur parasysh edhe inflamacionin kronik që i karakterizon këto sëmundje dhe nga një anë duke pasur edhe konsumimin e cigares, ajo ndikon pastaj edhe vetë në inflamacion, kështu që është një shtesë, është një rrezik ekstra. Dhe kam vënë re që individët që janë krahasuar 3 grupe njerëzish, ata që s'kan pirë asnjëherë cigare, ata që e kanë pirë dhe e kanë lënë, dhe ata që aktualisht janë akoma duke e pirë, dhe profili i epigenetikës është, domethënë, studiuar dhe ka ndryshime, shumë ndryshime epigenetike, sidomos të metilimit të ADN-s që ndodhin tek ata që pinë cigare, dhe nëse ata e kanë lënë cigaren, shumica e këtyre ndryshimeve është kthyer, pra disa janë të kthyeshme, por ka një pjesë që kanë mbetur dhe nuk ikin asnjëherë. Dhe këto ndryshime që nuk ikin asnjëherë, domethënë edhe mund të trashëgohen dhe faktikisht ka studime që kanë treguar që trashëgohen kalohen tek brezat e tjerë. Një studim tjetër që është goxha e rëndësishëm që lidhet me ushqyerjen, me dietën, është ai i uris në Holland, që ka ndodhur në fund të luftës së dytë botërore. Domethënë gratë që kanë qenë shtazane kanë qenë pa ushqyera në fakt, sa të keq ushqyera, dhe fëmijët që kanë lindur
dhe ndryshimet epigenetike që kanë ndodhur faktikisht kanë shfaqur shenjat të sindromës metabolike, të çrregullimeve të ndryshme të sistemit nervor, të obezitetit në jetën adulte dhe ka spekulime dhe studime që po vazhdojnë, disa studime kanë treguar që nuk ka trashëgimi tek brezi tjetër, do ishin besat ose një printe Po, ka studime që akoma spekulojnë që mund të kalojnë edhe, por nga prindrit deri tek fëmijët këto janë të vërtetuara që ndryshimet epigenetike kalojnë. Po, në fakt, pyetja e radhës kjo do ishte deri kur trashëgojmë, domethënë deri tek cili brez deri prej cilit brez unë duhet të kem gene. Domethënë këto janë ndryshimet epigenetike, sepse po patjetër. Jo se dëgjojmë shpesh që nuk e di nga ka ngjar, po më duket nga një gjysh apo më duket nga një stërgjysh. Pra, janë disa terma që ne i shohim tek pra flasim për një sjellje, për një smundje caktuar trashëguar, për një tipar të veçantë flasim, ë? Nuk flasim gjithmonë kështu kur është i keq ngjan babit edhe kur është i ngjan. Po. Pyetja që unë përgjigjem përpara që të bënte faktikisht me ndryshimet e epigenetikës sesa me genetikë, geni trashëgohet, edhe trashëgohet ndër breza sepse vazhdon, është vetë procesi i trashëgimisë, ndërsa për sa i përket ndryshimeve epigenetike nuk deri tek fëmijët kjo është ose më së sigurt, megjithatë siç e përmendam përpara ka shumë studime që tani janë të interesuar nëse edhe gjyshi vet mund t'i trashëgojë këto ndër breza dhe ka hipoteza që faktikisht mund të ndodhë edhe kështu. Po ndjeshmëria, talenti, inteligjenca janë faktorë që ne i trashëgojmë apo ne i zhvillojmë? Apo janë të dyja? Mua më pëlqen shumë këto pjesë, këto tipare ose fenotipet të tjera që nuk lidhen direkt me shëndetin fizik, megjithëse edhe ato janë të lidhura, sepse më pëlqen shumë psikologjia dhe i kam studiuar në fakt, megjithëse nuk është se kam punuar me të dhëna konkretisht në studimet e mia me këto aspektet që ne kemi, por inteligjenca ka një faktor trashëgues deri në 50%, që unë mendoj që është i lartë sepse kur flasim për gjenetikën, ka diçka që ndonjëherë kur themi 40-50% dhe njerëzit mendojnë, po nuk është se është shumë 40-50%, sepse un kam edhe 50% pjesën tjetër për ta ndryshuar, që është gjë e mirë sepse na jep ne kontrollin edhe shpresën për të ndryshuar diçka. Por duhet marrë parasysh që ky faktor gjenetik, edhe nëse është 40 apo 50, është konsistent, domethënë nuk ndryshon. Dieta mund të ndryshojë, faktorët e jashtëm, ne mund të lëvizim nga një qytet, nga një provincë në qytet tjetër dhe ndryshon edhe ekspozimin ndaj faktorëve të tjerë. Por faktori gjenetik, duke qenë gjithmonë aty me ne, ka dhe më shumë kohë për të vepruar, domethënë na karakterizon jo vetëm me 40-50%, por marrë këtë rast, por që është edhe gjithë kohës, është më konsistent. Dhe duke qenë më konsistent, merret parasysh pastaj edhe koha ose kohëzjatja e ndikimit të një faktori që gjithashtu është shumë i rëndësishëm për një sëmundje. Për sa i përket inteligjencës, pra thash diku deri në 50%, që është shumë, mendoj që prapë është shumë, sepse vjen ajo 50% me ato tendencat natyrore pastaj për të mësuar apo qoftë edhe vullneti. Ka studime që tregojnë që edhe lumturia është 40 deri në 50% e trashëgueshme. Dhe sidomos resilience, për që është unë e quaj elasticiteti i jetës, domethënë aftësia për të ngritur sa herë që ti bie, është dhe ndodh edhe në jetën e përditshme, se si ne rrethojmë nga njerëz që i shikojmë që kalojnë për shembull probleme të caktuara dhe direkt ngrihen lart ose ka që ngrihen shumë herë më lart, për shembull ka persona që bien poshtë, nuk mund të ngrihen, janë më pesimist dhe një pjesë e këtij elasticiteti e kësaj resilience është trashëguar dhe ka studime që thonë që janë është deri në 50%, që gjithashtu na lënë mundësinë që 50% tjetër ta ndryshojmë vetë. Dëshira për sukses apo aftësia për të bërë sukses, dhe këtu nuk e kam suksesin vetëm kur bëhemi të famshëm, ose e kemi kuptuar gabim disa gjëra. Domethënë që sot je i suksesshëm nuk kupton ose është e barazvletshme me të jesh i famshëm dhe ti je i famshëm në Shqipëri, pastaj ka humbur komplet konceptin se çfarë je. Po një individ që vërtet ditë bëj sukses, qoftë është i arrirë në profesionin e vet, qoftë është i arrirë në gjithçka që ndërmerr. A lidhet kjo me genet, sepse shumë dëgjojmë që
Po si ka mundësi se në fisin e tyre s'ka pas kur një biznesmen, apo s'ka qenë askush i ngritur kaq shumë sa ky të arrinte të bënte nga ngjau. Pra, gjithmonë e duam ta lidhim me një ngjashmëri diku, edhe suksesin. Si është në fakt e vërteta? Tani ka një pjesë në jetë që është fat, që mendoj që nuk është se ka vënë shumë për diskutim, unë besoj që ekziston, pavarësisht se ndonjëherë nuk na vjen mirë ta pranojmë, sepse të besosh që çdo gjë është fat normalisht na le të pafuqishëm për të ndryshuar, por nuk mendoj që çdo gjë është fat normalisht, por që është një faktor i rëndësishëm, kështu që mund të ndodhë që një person të bëhet i suksesshëm edhe nëpërmjet fatit dhe nuk është çudi. Por pastaj se si Kush është fati në këtë rast? por varet se si e përcakton suksesin, domethënë sepse është pak është çfarë quhet sukses. Ka mbaruar universitetin dhe është i suksesshëm, ka hapur një kompani dhe është i suksesshëm, domethënë mund të jetë një person me një punë shumë të thjeshtë, varet se çfarë është suksesi, domethënë, por karakteristikat e caktuara që pastaj na çojnë edhe për të qenë më të suksesshëm, një nga këto është edhe inteligjenca, vullneti, ai elasticiteti i jetës që unë përmenda, resilience, mënyra pozitive të menduarit, aftësia për të qenë më të lumtur, për të qenë më optimist, sepse këto janë të gjitha të rëndësishme për të pasur sukses, inteligjenca emocionale, mënyra se si lidhesh dhe komunikon me njerëzit e tjerë, këto kanë një faktor jashtëzakonisht do një përqindje të lartë të trashëgimisë, domethënë dhe mund të trashëgojnë gjithashtu pastaj në vendin e dur, prandaj është edhe fati, në kohën e dur, me mundësitë e dura mund të ndodhin dhe nuk ka një gen, sepse përmenda edhe më parë, nuk është edhe këto tipare si inteligjenca, depresioni gjithashtu dhe problemet të tjera, nuk është se janë po ose jo, si disa sëmundje monogenetik që i ke apo nuk e ke. Domethënë varet se sa variacione të ndryshme ti ke trashëguar, ndonjëherë ka edhe me mira variacione gjenetike dhe të gjitha këto kanë efekte të vogla, por kur mblidhen ka njësi shumatore dhe varet se pastaj sa larg mund të jemi nisur nga segmenti këtu që jemi më pak të suksesshëm gjenetikisht dhe duke trashëguar gjithë këto variacione ne mund të kemi shkuar tek skaj tjetër. Prandaj dhe ndoshta edhe nuk na duket sikur i ngjajmë prindërve, sepse ndoshta disa i kemi marrë nga ana e mamit, disa nga ana tjetër dhe mund të kemi qenë më me fat që kemi grumbulluar më shumë nga të dyja anët. Domethënë nuk janë po ose jo. Duhet gjithmonë të kuptohet që gjitha këto, gjithashtu dhe sëmundjet multifaktoriale, ndjekin ka një kufizim të saktuar normalisht të vendosur nga gjenetika, por që varet në varësi të geneve të trashëguara, sepse nuk është vetëm një. Ne kemi dëgjuar shpesh që të bësh një check-up është shumë e shëndetshme, të paktën 2 herë në vit apo 1 herë në vit të bëjmë një check-up normal gjatë kompletit të emërat. A ka analiza genetike që ne duhet t'i bëjmë me patjetër? Pra që janë must, ne duhet me patjetër ta dimë ose ta bëjmë atë analizë. Është pak sensitive pjesa e përveç se gjatë shtazanisë që janë disa teste standarde që ta presim atë, po. Pjesa e gjenetikës për sa i përket lidhjeve me shëndetin, por qoftë edhe tipareve të tjera të personalitetit është pak sensitive, ka domethënë konsiderata etike që duhen marrë parasysh sepse mund të na ekspozojnë ndaj lajmeve që ndoshta ne nuk duam t'i dimë. Për shembull një shembull konkret është sëmundja e Alzheimerit, për shembull, që se Chris Hemsworth më duket është ai aktori që ka bërë testin gjenetik dhe ka rezultuar që ka 2 kopje të 2 alele të APOE4 që secila nga alelet, ne marrim një alel nga një prind dhe nëse kemi marrë 2, atëherë ka 50 deri në 70%, disa studime thonë edhe 80% shanse për të zhvilluar mbi moshën 65 vjeçare Alzheimer. Që është dementja, edhe në Shqip Alzheimer, po. Alzheimer. Dhe ai ka bërë këtë test, normalisht që nuk është një lajm i mirë që të kesh 70%, marrin dhe skajin tjetër të ulët 50% që prapë është shumë për të zhvilluar të sëmundje, por e ka marrë pozitivisht, domethënë kjo varet pastaj edhe me karakterin, sepse ai thotë unë faktikisht nuk jam diagnostikuar me sëmundje, jam thjesht kam marrë një predispozit gjenetike të cilën unë do ta zhndroj, sepse do mundohem që tani të kemi një stil jetese shumë të shëndetshëm, dhe të mos e lejoj genin që të veproj. Dhe varet domethënë dhe ne se si interpretojmë këto teste gjenetike. Po a ka gjasa që 70% të shkruar në genën e të mund ta shtypim, ta frenojmë? Ka, po, sepse
Domethënë në rast të parë, përveç se ne mund ta ndryshojmë nëpërmjet dietave të caktuara, domethënë ka ushtrime, pastaj edhe ushtrime që individët që kanë predispozit për Alzheimer nuk është se vetëm ndryshojnë dietën, sepse një nga mekanizmat që lidh Alzheimerin është edhe kolesteroli, sepse faktikisht geni ApoE është një gen që ndikon edhe te kolesteroli i keq, pra është geni faktikisht i kolesterolit. Ka një lidhje midis kolesterolit edhe Alzheimerit. Un kam një studim që s'e kam publikuar akoma, që është goxha interesant faktikisht që ka lidhje me Alzheimerin, pavarësisht se nuk kishte studim për Alzheimerin, por doli tek Alzheimeri dhe është shumë interesant. Por ka dhe pastaj praktika për trajnimin e trurit, domethënë për zhvillimin që të fillojnë që në një moshë pak më të re, që të ketë më shumë zhvillim. Por gjithashtu përveç trashëgimisë të këtyre geneve, mund të jenë trashëguar edhe genet të tjera që mund të jenë ndihmuese, që si të thuash, njëri ofron plusin, tjetri minusin, edhe mund të ndodhi që ky gen të mos shfaqet. Kuptohet pavarësisht se përqindja është e lartë dhe ka raste dhe ka individ që kanë predispozitë gjenetike dhe nuk arrin që po flasnin për predispozita kaq të larta gjenetike. Patjetër. Dhe gjithsesi prap nuk është se e trashëgojnë, nuk është se e manifestojnë këtë sëmundje. Kështu që varet, sepse të kesh dy kopje, po ngelen prapë te Alzheimeri dhe ti jesh në një dietë komplet të pashëndetshme, normalisht që rrit shumë shanse që kjo manifestohet. Kështu që ose pastaj zgjidh një jetesë në përgjithësi të shëndetshme, pavarësisht gjenetikës që ti ke, edhe mund mos informohesh. Kështu që unë gjithsesi rekomandoj dietën e shëndetshme dhe stilin e jetesës të shëndetshëm pavarësisht çdo trashëgimie gjenetike për të qenë gjithmonë brenda çdo dieta e shëndetshme s'të mbron vetëm nga Alzheimer, mund të mbrojë nga diçka tjetër. Dhe për këtë aspekt, domethënë është pak sensitiv apo mutacionet e dy gjeneve që ndikojnë te kanceri i gjirit, por nëse ti di ndoshta mund të jetë edhe më mirë, sepse do shmangësh trajtimin me hormone, gjëra të tjera që shtojnë rrezikun dhe kjo mund të jetë edhe në anën e mirë. Është shumë personale dhe e kuptoj që është edhe e frikshme, me thënë të drejtën, sepse është në fakt, se tham, ne nuk e kemi të paktën në Shqipëri, fjala kancer është, domethënë dhe kur e thua e thosë me gjysmë zëri. Nuk e kemi marrë mjaftueshëm informacionet apo të kulturohemi që okej, ka edhe dritë në fund të këtij tunelit, jo çdo rast shkon në ekstrem, apo nëse ti e kap në kohë diçka mund parandalohet apo vlerësohet apo megjithatë kam bërë testin për veten time, pavarësisht se testi gjenetik që ofrohet për momentin nuk është shumë i plot, për shembull variacionet apo gjenet që janë përfshirë për peshën e trupit, sepse unë i kam studiuar apo dhe kolesterolin, në përgjithësi ata janë fokusuar te figura kryesore, tek gjenet më të rëndësishme, tek ato që më shumë kanë mutacione gjenetike, por ashtu siç unë domethënë thashë edhe më përpara që këto sëmundje vijnë edhe nga variacione të tjera që ne i quajmë common genetic variation, që ndodhin në përqindje më të lartë të popullsisë, kanë efekt më të vogël, por nëse janë shumë, efekti mblidhet dhe ato prapë mund të ndikojnë. Dhe këto variacione, këto gene mungonin te testi. Dhe nuk mendoj që testi është 100% i saktë, por genet kryesore të Alzheimersit, të diabetit, të peshës së trupit, gjithashtu edhe të diabetit përfshiheshin tek testi gjenetik. Me që prekëm pak shtatxaninë dhe do doja të ndaleshim pak. Çfarë duhet një çift i ri sot të bëj test, po themi lidhur me genet e veta, pa ditur gjë nëse ka një problem shëndetësor apo jo. Po e heqim rastin kur po flasim për mbartës të talasemin, për talasemin, apo ku diun sëmundje të tjera që ata i dinë. Çfarë duhet të bëjë një çift përpara se të planifikojë një shtatxani? Për mua kjo është e njëjta gjë si pjesa e testimit, domethënë individual me apo pa shtatxani të planifikuar, sepse përveç atyre testeve standarde që ti preke që zhvillohen, domethënë qoftë sindroma Down, talasemia, të gjitha sëmundjet e tjera që ndodhin qoftë gjatë procesit vetë të riprodhimit, por edhe të trashëguara monogjenetikisht, si domethënë nga gene specifike, është temë sensitive, domethënë edhe kjo, sepse shumica domethënë ti nuk mund të bësh një test se do dalë fëmia inteligjente apo jo, apo
do ketë predispozit për metabolikën, për sindromën metabolike, sepse sindroma metabolike përveç se është shumë multifaktoriale dhe s'mund ta përcaktoj vetëm një gen apo plus që ka edhe nëse ka disa predispozita, prap dihet që me ndryshimet e dietës mund të ndryshojë. Ka mutacione që sjellin një kolesterol të lartë që pavarësisht dietës si gjithmonë do ta kesh të lartë dhe mund të menaxhosh vetëm nëpërmjet mjekimeve, siç janë mutacionet e receptorit kolesterolit për shembull, por prap do vendosësh domethënë janë nuk është se janë kaq fatale këto sëmundje. Një nga çrregullime ndoshta nuk di se do ta quaj që mua do më pëlqente që të bëheshin teste faktikisht është autizmi, testoigjia, sepse rreth 50% e autizmit është ka një faktor trashëgues rreth 50% që nuk është se është pak. Dhe do ishte mirë që të testoheshin të paktën të gjitha genet dhe po jo vetëm të gjihen genet, por edhe të krijohet kjo shumatorja që unë them, nga variacione të shumta të mblidhen të krijohet një efekt. Domethënë faktori gjenetik sa e ka ngarkesën, sa ndikon për të pasur. Pastaj pavarësisht se mund të ketë deri në 50% dhe pjesa tjetër mund të jetë e kontrollueshme, mua personalisht do më pëlqente që ta dija diçka të tillë, sepse 50% nuk është pak. Po. Dhe shpresoj që sepse jemi larg edhe këtyre kalkulimeve të poligjenetikës për të mbledhjen e gjeneve, por kjo është diçka që për mua është më e rëndësishme se trashëgimia se ndoshta mund të ketë diabetin 2 apo sepse këto janë shumë multifaktoriale dhe mund të menaxhohen, por te pjesa e autizmit pastaj edhe pse nuk është 100% gjenetike, mua do më pëlqente që të fillojnë të bëhen teste të tilla. Po pyetja është çfarë do ndodh nëse një çift do ta di? Ndoshta do ta kontrolloj që më përpara ashtu siç kontrollohet pastaj sëmundjet e tjera monogjenetike. Sepse ketë më kujdes dhe më kontroll, nëse në vend që të kontrollohen vetëm ato sëmundje, do kontrollohen edhe domethënë tek ADN-ja do kontrollohet edhe pjesa tjetër e këtyre. Pastaj ai është vendim personal. Prandaj janë edhe pak më të komplikuara këto pjesë. Por që unë personalisht, ky është mendimi im personal, mua do më pëlqente që ta dija për sa i përket autizmit. Patjetër. Kam edhe dy pyetje në fakt, dhe njëra është më tepër kështu, le të themi e këndshme se sa lidhur me temën dhe shkencën, po kjo tjetra më pëlqen ta dim, sepse deri tani po themi që le ta quajmë që jemi në një piano ku këto genet tona janë në formë në një tastiere. Kush e luan këtë melodi? Është kombinim i geneve, është domethënë që të dalin ato nota dhe të krijohet të lidhet gjithçka, domethënë deri tek muzika, domethënë që ne dëgjojmë, është gjithmonë një harmoni dhe një kombinim i të gjithave, domethënë jo vetëm geneve, është epigjenetika që nëse nuk jep kontrollin fiks se mund të jenë të gjitha ato notat apo çelsat, por nëse nuk jep drejtimin, domethënë edhe vet pianisti, dhe për mua domethënë roli kryesor që jep këtu është edhe epigjenetika që vendos, dhe pastaj normalisht që epigjenetika është e lidhur edhe me faktorët e mjedisit, sepse ata pastaj ndikojnë edhe në ndryshimet epigjenetike por që jo gjithçka është nga genet. Domethënë për mua epigjenetika është lisë në të gjitha dhe është një nga shpjegimet, domethënë është një mekanizëm, është një fushë që shpjegon pastaj edhe bashkëveprimin midis gjeneve dhe faktorëve të tjerë të jashtëm. Unë jam aktualisht në një studim që është më shumë fokusuar tek ndotja e ajrit dhe tek ndryshimet që sjell epigjenetike dhe tek ekspresioni i gjeneve për të kuptuar më shumë domethënë se si ndikon, dhe akoma nuk e kam publikuar, por ka domethënë disa pjesë interesante që janë zbuluar. Është pak e vështirë sepse në vendet ku këto studime zhvillohen, ndotja e ajrit nuk është se ka kontraste të mëdha midis qyteteve, se duhet të ketë një kontrast të madh që të arrish të bësh diferencën.
por që edhe në ato vende ka. Dhe shpesh mendoj dhe jam kurioze se çfarë do ndodhte nëse ky studim do zhvillohej në Shqipëri. Domethënë një fshat që ka një ajër relativisht me një ndotje do thoya të ulët, pastaj vim në Tiranë, kur ndotja është më e lartë, do të ishte goxha interesante. Po ideja është edhe këta ndotës të ajrit ndryshojnë tek epigjenetika, prekin pjesën e sistemit imunitar, të inflamacionit kronik dhe pastaj bëhen një faktor tjetër rreziku për sëmundjet kronike. Pyetja që unë kam për të gjithë në fund është, nëse në një pjesë të qytetit të Tiranës do të kishte një billboard të madh dhe duhet të ishte një citat që do të mbante emrin tënd. Kush do të ishte ky citat, ky mesazh, diçka që ti do doje ta pasoj? Kjo është si një moto që un kam faktikisht, që kam shkruar edhe e kam përdorur ose e kam menduar përpara se të mbaroja doktoraturën, por më vonë kam konkluduar dhe kam mbyllur dhe te libri i doktoraturës me këtë citat apo me këtë moto që përqafo, domethënë është anglisht, por në shqip, përqafoni gjenet tuaja, ndryshoni stilin e jetesës dhe mbroni shëndetin tuaj. Ose më saktë përshtatni në varësi të kuptohet edhe të gjeneve, pra edhe stilin e jetesës për të mbrojtur shëndetin. Dhe pyetja e fundit fare, se në fakt kjo është një bisedë shumë e këndshme, paktën për mua ashtu ka qenë. Rastisi dhe pak dita e keqe sot që njerëzit nuk janë shumë aktiv se është dhe e diel, por megjithatë kjo e gjitha postohet në Instagram dhe më pas kalohet në YouTube dhe nxirret me link dhe është ka për tu parë nga të gjithë. Po megjithatë, përse duhet t'i shkruajnë doktoresh Dorina Ibit? Çfarë shërbimi dikush mund të marrë? Çfarë këshille? Domethënë, te njerëzit thonë po mirë, po çfarë t'i shkruajmë? Për çfarë mund na ndihmojë? Tani ka individ që janë të interesuar normalisht për të diagnostikuar diçka që kjo mund të shkosh te doktori, diagnostikohet një sëmundje, jepet një trajtim diçka që normalisht një shkencëtar nuk mund ta kryejë, sepse gjithmonë do t'i përmbahet edhe rolit edhe titullit me të drejtat që i ofrohen. Por do thoja, të paktën për mua, ndoshta nga që unë vetë jam shkencëtare, gjithmonë jam interesuar për të ndjekur edhe shkencëtar të tjerë për mënyrën e përkthimit në një gjuhë do thoya të thjeshtë, në këshilla më praktike për të gjithë zbulimeve që janë mjaft të komplikuara, gjitha studimet shkencore në një gjuhë të kuptueshme. Domethënë science communication, si quhet edhe ndryshe se është një fushë më vete. Pra për të marrë këto këshilla të shkencës për sa i përket ndryshimit të shëndetit fizik, shëndetit mendor, pra për të përshtatur ndoshta edhe atë stilin e jetesës, apo edhe për të ndryshuar këta faktorë të jashtëm, mënyrën se si mendojmë dhe mënyrën se si jetojmë në fund për të pasur një jetë me cilësi dhe një jetë të gjatë. Gjithmonë domethënë bazuar në këshilla shkencore. Ktu është fokusi, domethënë përkthimi i gjithë studimeve shkencore, qoftë studimeve që unë i kam të mijat, apo ato të kolegëve të mi, apo të gjithë shkencëtarëve, të cilët të gjithë quhen kolegë, qofshin në gjithë botën. Ku mund t'i gjejmë studimet? Ku mund t'i lexojmë? Studimet të ndryshme shkencore, domethënë janë, këtu është ideja, domethënë që të lexosh një studim shkencor, ta analizosh, ta kuptosh, se jo gjithmonë është i rëndësishëm titulli, që ka studime që vinë me një mesazh shumë të fortë dhe pastaj çdo gjë varet nga metodologjia, mënyra se si është zhvilluar ky studim, sepse nëse ky studim nuk është zhvilluar në një mënyrë shumë të saktë, atëherë edhe shumë rëndësi nuk ka mesazhi, dhe për të arritur për të kuptuar gjitha këto gjëra normalisht që duhet një shkencëtar, një person që i kupton akoma më shumë mënyrën se si është bërë studime dhe që i përkthen këto studime. Kështu që nuk përse unë fort, ka persona ndoshta që edhe mund t'i kuptojnë, por që mua më duket pak e vështirë që të futesh komplet në një fushë tjetër, për shembull, nëse ti lexon një studim gjenetik, është shumë i komplikuar mënyra se si bën, dhe nuk mendoj që janë edhe shumë të nevojshme për një person që nuk është i fushës që të futet në detajeve kaq që të ngarkohet kaq shumë, se për të më rëndësi ka që të jenë valide, të jenë të sakta informacionet dhe të di se si ti përkthej. Dhe unë do mundohem në të nuk e di se sa do të arri, sepse ka shumë kohë që mundohem në fakt, por gjithsesi vjen ngarkesa me punën, me planet të tjera dhe kërkon shumë impenjime dhe angazhimi qoftë në rrjetet sociale dhe
shfaqje, domethënë për të përkthyer këto materiale, për ta tequar tek njerëzit, është si një punë vete, domethënë edhe gjithmonë nisem, s'kam kohën e dur, ndaloj, por do mundohem, nuk e di, ndoshta së shpejti që të jem pak më konsistente. Kush është hapi i radhës dhe do ta mbyllim me këtë pyetje? Se di, ndoshta ndonjë video në YouTube, në Instagram, filloj të flas pak edhe unë për të gjitha këto që i kam akumuluar ndër vite dhe që do ishte shumë mirë në fakt Edhe do ishte vërtet që të ndihmojmë domethënë sa më shumë njerëz për të kuptuar më shumë. Për të kuptuar dhe për të selektuar, se është shumë e rëndësishme. Mendoj që fillimisht çdo gjë që sjell ndryshimi fillon me të kuptuarin, sepse nëse se nuk kupton, është shumë e vështirë dhe vërtet të kuptosh diçka është shumë e vështirë për të ndryshuar diçka. Dhe ky është edhe një mesazh që mos e zgjat domethënë edhe shumë që lidhet edhe me gjenetikën. Prandaj edhe për mua është shumë e rëndësishme sepse pavarësisht se ka shumë mundësi për të ndryshuar gjenetikën, jo gjenetikën, por për të ndryshuar faktorët e tjerë që ndikojnë edhe në shenjën, si të themi, të këtyre tendencave gjenetike, është shumë e rëndësishme për të kuptuar atë çka jemi në thelb. Dhe unë mendoj që ajo çka ne jemi në thelb është faktikisht e përcaktuar nga gjenetika, sepse është konsistente, është gjithë kohës me ne dhe domethënë është si të takosh një shoqë që s'e ke takuar prej vitesh dhe fillon ai humori që e karakterizon diçka që nuk ka ndryshuar dhe asnjëherë nuk ndryshon, sepse është pjesë e jona, janë ato tendenca natyrore dhe duke kuptuar gjithë ato tendenca, pastaj është edhe me lehtë ndryshimi, sepse ti e kupton, nuk mund të pretendosh që të nisesh nga një distancë më e largët dhe të arrish diku me dikë që është më afër. Domethënë duhet të kuptosh edhe nga nisesh, se piknisja pikërisht është ky material gjenetik. Dhe pastaj është më lehtë për të mos u dorëzuar gjatë ndryshimit që ti kërkon të arrish, sepse mund shumë thjesht thua, ok, po unë kam të tendencë ose kështu jam unë, kështu që ndoshta më duhet pak më shumë punë. Pra është e rëndësishme ta kuptojmë atë çka ne jemi në thelb nga ana gjenetike, pastaj për të sjellë ndryshime, sepse jo të gjithë jemi njësoj dhe kjo është e bukur në jetë, që të gjithë jemi shumë të ngjashëm, më shumë të ngjashëm se të ndryshëm, por 1% është edhe nëse është ndryshme, edhe është fakti 1% që ne jemi kaq të ndryshëm. E po gjithmonë detajet e bëjnë diferencën dhe ky 1% ka bërë diferencën mes nesh dhe ka sjell diversitetin, se për ndryshe ç'kuptim do kishte të ishim të gjithë njësoj. Doktoresha, unë të falenderoj pamas, do ta cek edhe këtë modestin tënde, që nuk, domethënë nuk jam doktoresha, ti je doktoresha, sepse që në momentin që ne kemi një titull honor dhe ndryshe nga mjeku, sepse kjo është një debat që bëhet shpesh në Shqipëri. Domethënë, mjeku është doktori edhe, është tjetër gjë titulli honor, është tjetër gjë profesioni dhe normalisht ti ke totalisht të merituar titullin honor doktor dhe kështu duhet të ndihesh vërtet të krenar kur e dëgjon. E kam më shumë për ngatresën me mjek, domethënë. Me mjek e di, prandaj dhe unë e përcaktova se përdoren ndryshe, shpesh që mos kaloj tek ekspertizat që nuk janë të fushës time. E kuptoj. Se gjithë ma bën të dikush pyetja, po tani që do bën doktoraturën, ti do bësh doktoresh, thash jo, unë jam prapë jurista diplologe, doktoratura është tjetër gjë. Megjithatë doja të sillja me këtë që njerëzit e formuar, njerëzit e arrirë, njerëzit e mbushur, njerëzit vërtet inteligjente dhe të plotësuar nga ana akademike, nuk e kanë me ulërim as titullin edhe as gjithçka tjetër, por kanë shumë të dukshme modestin dhe ti në fakt je një ndër ta. Unë falenderoj shumë që ishe me ne. Faleminderit. Jam vërtet e sigurt që live-i do të ndiqet dhe do të marrë interesin që duhet të merrte që atë ditë, por ndodhi ajo që ndodhi dhe nuk kemi çfarë i bëjmë. Megjithatë ishte një bisedë super e këndshme dhe pse jo në të premte të tjera, që nuk do të jenë më të diela, të diskutojmë tema të ndryshme që vërtet kanë interes. Shumë faleminderit. Faleminderit, të uroj një mbrëmje të këndshme edhe shihemi, dëgjohemi. Natën e mirë. Faleminderit dhe ju që qëndruat. Mirupafshim. Mirupafshim.